Një ditë, njëri nga idhujtarët e Mekës, As bin Wail, merr një kock të kalbur, shkon përpara profetit alayhis salatu wassalam, e thërmon atë dhe ja hedh përpara dhe i thot: edhe këtë kock do ta krijoj Zoti yt. Profeti alayhis salatu wassalam i përgjigjet: "Naam, yabathullahu hadha, thumma yumituka, thumma yuhyika, thumma yudkhiluka nara jahannam." Po, Allahu dhu xhelal do ta krijoj këtë përsëri. E pastaj do të bëj ty që të vdesësh, do të ringjall përsëri e do të futesh në zjarrin e xhenemit për shkak të mohimit që i bën njërës prej çështjeve më të rëndësishme të besimit. Kjo ngjarje është sebebi nuzul, arsyeja pse Allahu dhu xhelal ka zbritur këtë ajet nga Kurani famlar. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. A nuk e shikon njeriu se ne kemi krijuar atë nga një pikë ujë e pastaj u bë armik i hapur ndaj nesh. Wa daraba lana mathala wa nasiya khalqa qala man yuhyi al-idhama wa hiya ramim. E na solli në një shembull, e harroi krijimin, e tha: kush do t'i ringjall këto kockat e kalbura e të thërmuara. Dhe i përgjigjet Zoti i gjithësisë: Kul yuhyiya alladhi anshaha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Thuaj, do t'i ringjall ai i cili ka krijuar herën e parë. Me të vërtetë që i din të gjithë krijesat, i din të gjitha llojet e krijimit. Pra i cili ka fuqinë ta krijojë diçka nga e paqena, e ka shumë më të lehtë ta rikrijojë atë.